Dja i doli dhe u stërbetua për kokën e Lubis. E patju, sa të malëngjyrë që ishin. Njëra ishte e gashpet nga shrehej, nga malgjimi, tjetri të betohej për kokën e saj. Mashtrimi turpshëm, cinizëm ekstrem. Pse? Pse e them këtë? A i thot se Lubia dha 3 herë dorëheqjen. Aty e zbuloj vetën. Nuk e lejoj. Nuk e lejoj se do e marrë me vete. Kaq, sa ajo që është lakur me qindra herë, se ajo është kryetare një organizate kriminale, ajo është 100% e vërtet. Se ministrat e ti janë antarë të kësaj organizate, ajo është 100% e vërtet. Se Lubi Balluku mund të akuzohet si kapo, jo e një grupi apo organizate të strukturuar kriminale, por minimumi të 5 të tilla.